zonë, me dashje, pa dashje, me hirë, me pa hirë, me filonin, me filanën, me nda që i ke hynë hak, ke diçka të pasqyrume, mas flenjë, s'ka gzim, s'ka fest, sepse kanë thonë Allahu i mëshiroft, nuk friksohemi ma shumë për para Zotit, se sa friksohemi për hakun e huj. Se dhe i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nuk ka dhon as një shenjë, as një lajm, as një haber që do ta fali hakun e huj. Pra, ati që i ban pa drejtësi, hajtë se e mëll Allahu atje. Allahu në rujtë më zërej. Por nuk bëhet Allahu si njerëzit tonë të një, që ta shtërmnojnë drejtësi e ta hanë hakun me lek, me dredha, me pushtet. Jo ka Allahu kështu, jo. Edhe, mos me rajgjum, jo me u pregatit për të gëzu, për të bon fest. Një tjetër burë ka thonë Zoti e mëshiroft, festa ime thonë është një ditë që të kaloj urë në siratit. Pse normalisht kanë kalu dhe disa pengesa tjera, llogaria, librat, dhe janë peshu në veprat, edhe të shtit do të dilet në urën e siratit. Tha si të dalë në urën e siratit, atëhere i kipër në pasë si do të qesh, si do të gëzohëm. Sepse po kalova urën e siratit, nuk të pretë gjënë tjetër ma, vetëm se xheneti. Kur thamë që si ta kalojmë një ditë 3 me Zotin, ky hershmi Zoti e mëshiroft tha, gjëja e dytë tha, që nuk do të bish gjumë, thënë farzët e Zotit. Farzët e Zotit do të thotë me thonë pak ma shqip, detyrimet që të kalvu i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu, obligimet. Që obligimi i parë është me besu dhe me fal namaz. Si je me këtë çështje? Kur e dim që për ne nuk ka kohë, asaj që ka lejmëram nuk ka kohë. Po veçanërisht ai që i ka mosh 15 vjetët nuk ka kohë mo. Ati mos i thoni rredhe pak se je i riti. S'ke nevoj me shku në xhamit, je i pastër. E ke shkatru me gojtë datën. E ke fundos. A i ke kry farzët e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ne shohim që më të vërtet kemi ardhur në një pozicion jashtëzakonisht të mirë. Pse ka 3-4 ditë ka ardhur një hanë e re që quhet hana e Rexhepit. Mas kësaj hane, dhe vjen muaj Shaban. Dhe mas muaj Shaban vjen muaj Ramazan. Pra, themi që vjen, por që nuk mund të themi kur që ne do shkojmë deri në muajin e Ramazanit. Gjithçka është jo në dorë tonë. Pra ai minut që na kanë ndjek kur shpirti jo vendos në trupat tonë, edhe se kur do dalë ky shpirt prej trupit, nuk është në diturinë tonë. Ajo që është në dorën tonë, në diturinë tonë është çfarë me bëmë këtë ditë 3, për shembull sot me këtë ditë xumaja. Çfarë me këtë bëmë këtë hanë e re të Rexhepit. Që do të thonë na paraprejnë 2 muaj para Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatitej, bëhej gati. Dhe për veten e vet thoshte i kam minutat e numërume. Po prej nesh kush i ka të pa numërume? A e keni pa disa gjona që i keni përjetu dhe vetë duke i pa, për shembull, një sportist, para se të fillojnë neshjen e të kalojnë disa teste, piloti që fluturon në ajër, kalojnë disa teste, rreth 1 orë para fluturimit, zemrën, tensionin, tronin, krejt i kalojnë në kompjuter. Jenë gjendje për të fluturuar apo jo. Ne kredi dalin pozitiv. Ja jep okej, ne? Edhe shkruat ajo, mahat ajo raport aty, që ky është i aftë.
Njëjta gjë dhe për sportistin. Se dha ti kushta shtrenjt ka unë e dynjas, se i hum neshjen. Kështu e kanë mëndu, humin miliona. Pra s'ka ati me lujtë me vdekaj aty. Vjen ajo staj, a i marove testet gjitha? I marove, thot. Si të dolen, krejt pozitive, krejt mirë. Ma mirë se për ditë. Fluturo, atje në fush, edhe aj. Ja ban gjitha testet. Kom qenë punë atje, kur unë ngritoj. Thana i zvjen ma. Pse? Se di. Për edhe avionit i ban testet, atë gjitha. Të gjitha me deklarat që të ngelen aty, që për të pa masani, çfarë ndodh kur të ndodhi e keqe. Krejt. Mirë po ata s'kan testu i gjo. S'kan testu kryesore. Ata nuk e di se çka vendos Allahu xhele xhelaluhu. Ky do të futet në lojë, do të dalë vdek. Këta s'din gjon. Kemi letrat në kohë, ka dalë mirë, kompjuteri. Po, e di që ka dalë mirë. Kemi letrën, ma e letrën. A i vdes atë. Pa e a vdekja ati është paralajmërim për ne. Për mu. Ke fillu më marrë ilaçet i hosh, kush ka marrë ilaçe, kush s'ka marrë ilaçe. Është paralajmërim për çdo njeri. Pse Allahu xhele xhelalu po ja merr shpirtin ati që normalisht për momentin është më i Zotit se sa gjithë ne që jemi këtu. 8 sekonda i 100 metra. Vrap. Se di, unë mund të qoj dërë për 15-20 sekonda. Kur kom qenë matë moshën teme, ke 20-ci, më falni ke 17-ci, e kom bën për 11. Dola në vend 2. Tu fluturu. Pak pa fluturu. Edhe të gjitha në rregull. Kur vje puna, është paralajmërim, o vëlla.